i atyre zgjedhjeve pa dalë ende rezultati i numërimit të votave nga aktorë shumë të rëndësishëm ndërkombëtar në Tiranë. Dhe natyrisht që kjo ka dekurajuar më pas edhe administrimin e zemërimit të votës së vjedhur, po ndërkohë edhe administrimin ose rishikimin e kodit zgjedhor. Ne dim që nga viti 2021 deri tani pothuajse modifikimet të kodit zgjedhor janë bërë shumë pak, pavarësisht se praktikisht raporti ose BE-t i vitit 2023 ishte ndër më të mirët, më realiste që ka patur ndonjëherë ose BE-t herë përzgjedhët në Shqipëri. Dhe nuk është se është prekur. Domethënë ne kemi vetëm 2 modifikime të këtij kodi me presionin e opozitës, siç është futja e diasporës për votim, dhe nuk kam asnjë element tjetër i cili mund të krijonte barazi në zgjedhje. Praktikisht në raport me kodin zgjedhor, zgjedhjet janë të pabarabarta. Dhe në raport me kushtetutën, edhe kushtetuta vet, me ndryshimin që është bërë në 2020, nuk ofron një barazi mes aktorëve në zgjedhje. Por megjithatë, fakti që aktorë të rëndësishëm politik evropian dhe jo vetëm evropian, por edhe amerikan, i kanë drejtuar syt ndaj procesit zgjedhor dhe ndaj zgjedhjeve në Shqipëri, do të thotë se reagimi do të jetë krejt tjetër. Domthonë të paktën Edi Ramës dhe mekanizmet e tij, nëse ai arrin të dalë fitues ose të dalë i parë se fitues nuk del në këtë zgjedhje, nuk do i mungojë certifikimi pas standarde. Dhe Shqipëria nuk do ketë më zgjedhje të certifikuara pas standarde nga ana ndërkombëtare. Me këtë lloj angazhimi ndërkombëtar ti beson? Këtë besoj plotësisht, sepse në fakt pse besoj? Se që nga 2021 ka ndryshuar gjithçka përveç Edi Ramës dhe mekanizmet e tij. Pra ka ndryshuar qytetarët, ka ndryshuar shqiptarët, ka ndryshuar qasja ndaj votës dhe ndaj politikës, ka ndryshuar ndërkombëtarët, ka ndryshuar thelbësisht ndërkombëtarët, sepse ne dimë që gjatë këtyre 4 viteve Edi Rama, sapo e tha ambasadori, vazhdon të ushtrojë censurë, sepse ka kompetencë censurën kjo qeveri. Praktikisht është kompetenca kryesore e tyre në raport me komunikimin. Shumë njerëz perceptojnë komunikimin e qeverisë Rama si një komunikim adekuat, por në fakt kompetenca kryesore e këtij komunikimi është përmes censurës. Dhe kjo është evidente kudo. Përpiqet që ta bëjnë mediat e Shtetit Bashkuar të Amerikës në mënyrë që mos flitet për Shqipërinë. Pse e bënte? Sepse ai nuk ka mundësi të ndikojë që të flitet pozitivisht për qeverinë e tij, dhe një heshtje, dhe heshtja është njësoj si këta që thonë nuk po dal të votoj sepse të dy janë njësoj. Kjo është e njëjta histori, e njëjta pamje. Kështu që së pari shqiptarët nuk duhet të përgatiten për një rezultat i cili nuk i kënaq ata. Dhe së dyti, ndërkombëtarët nuk kanë pikë gatishmërie për të mbështetur ose për të suportuar një regjim i cili prodhohet nga zgjedhje jashtë standardit. Kemi përsëritur shpesh, dhe nuk janë pak zëra që e thonë këtë gjë, që nëse në Shqipëri do ketë zgjedhje jashtë standardeve dhe rezultat të prodhuar nga zgjedhje të cilat janë të manipuluara në çfarëdo lloj këndvështrimi, këto nuk do të sigurojnë stabilitet. Mirë, demokraci nuk do sigurojnë, por nuk do sigurojnë as stabilitet në vend. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme që duhet të ketë parasysh nga të gjithë aktorët, edhe ata që janë të përfshirë në zgjedhje, edhe ata që janë të përfshirë nga pozicioni i vëzhguesit në këtë zgjedhje.